Një aksident I rënd ka ndodhur në aksin rrugor Tivar Ulqin të Malit të Zi rreth orës 18, ndërsa një autobus me 57 pasagjerë, kryesisht turistë shqiptar, ka dalë nga rruga duke shkaktuar viktima dhe të plagosur. Burimet zyrtare të policisë malazeze konfirmojnë se nga aksidenti ka humbur jetën një grua rreth të 30-tave dhe 4 persona të tjerë janë lënduar rënd. Këta të fundit janë dërguar në gjendje kritike në spitalin e Podgoricës, ndërsa 13 të lënduarit e tjerë gjenden për mjekim në spitalin e Tivarit. Ata janë jashtë rrezikut për jetën. Me njëherë pas këtij aksidenti, ministri shqiptar I shëndetësisë Ilir Beqaj është nisur për në vendngjarje, ndërsa ministri I punëve të jashtme Ditmir Bushati është në kontakt të drejt për drejt me homologun Luksiç dhe merr informata të vazhdueshme nga autoritetet malazeze. Sikurse bëhet me dije, autobusi me turistë shqiptar po kthehej nga Dubrovniku, pasi kishte kaluar festat e Krishtlindjeve në Kroaci. Ende nuk ka informacione zyrtare rreth shkaqeve të këtij aksidenti të rënd. Policia malazeze po vijon hetimet.